Dëgjoj, ajo çfarë tha Natalia është diçka që ne kemi përjetuar vetë në kuptimin që procesi është binar. Nga njëra anë është tërësisht teknik dhe nga ana tjetër është tërësisht politik. Një gjë është e qartë sidoqoftë. Nuk mund të kesh asnjë mbështetje politike nëse nuk përmbush aspektet teknike të procesit në çdo fazë. Por mund të plotësosh të gjitha aspektet teknike në të gjitha fazat dhe po kështu mund të përballesh me mungesë mbështetjeje politike. Kjo është shumë e qartë. Dhe kjo është ajo që praktikisht në një moment të caktuar në kohë e bëri BE-n të shfaqej si një hipokrite e madhe përkundrejt nesh, sepse ajo çfarë thonin nuk përputhej me realitetin e fakteve dhe nuk po jepnin rezultate, dhe s'po jepnin rezultate sepse Europa është një paciente me 27 doktor, ishin 28, po njëri prej doktorëve u çmend dhe ju desh të shkonte të merrte një tjetër kur, ndërkohë që 27 të tjerët ranë dakord më vonë, e duhet bini dakord 100%, dhe në fakt për 3 herë me radhë kishim pak nga këta doktorë që nuk ishin dakord, nuk na lanë që të ndërmerrnim hapat e mëtejshëm. Në këtë mënyrë gjërat kanë ndryshuar, sepse dikush këtu, nuk e di kush e përmendi Pararendës, më kujtohet në fakt që disa vjet më parë ishim tjetër soi, Shqipëria nuk ishte, jo vetëm nuk ishte pararendëse, por as rendëse, po themi. Ndërkohë që tani na thuhet që jeni pararendës, jeni pararoj, dhe i them ju lutem në çdo bisedë mos e thoni më këtë fjalë, sepse ndez një lloj mërie te të tjerët. Gjithsecili bën atë çfarë duhet të bëj. Pastaj, disa të tjerë janë më të mirë pozicionuar në një moment caktuar në kohë, në një pozitë jo, disa të tjerë në një pozitë jo më të mirë, jo kaq të mirë në një moment caktuar në kohë, por gjërat ndryshojnë. Çdo vend duhet të ketë mundësinë të përmirësohet, pa u etiketuar si në ballë të garës apo në fund të garës. Kur bëhet fjalë për pa kënaqësinë, po sigurisht jemi Ballkanas, pa xhelozin, pa mëri ndaj njëri tjetrin, pa gjykimin e suksesit të tjetrit, nuk do të ishim këta që jemi. Por lajmi i mirë është që nuk jemi vetëm më në këtë botë, sepse një herë një kohë ishim ne ata që luftonim, përçanim, që zgjenim kur rrugë për kompromis brenda vendeve tona dhe midis vendeve tona, kurse tani kudo është kështu.